thot, një ashtu si kurse trupi kur së muret, do më thonë një ashtu si kurse kur së muret trupi, thot nuk i bën dobi dhe nuk e kërkon ushqimin dhe pijen. Apo, kur së muret trupi, i humb oreksi, nuk e ndjen lezetin e ushqimit dhe të pijes, dhe nuk e kërkon, dhe nuk ja fiton dobin nga ushqimi ashtu si është kur është i shëndosh. Po ashtu thot edhe zemra kur së muret, nuk e kërkon ushqimin e saj, e humb oreksin nga ushqimi dhe pija e zemrës, e që janë ibadetet. Dhe po ashtu nuk i bën dobi një ashtu si kurse kur është e shëndosh. Nuk i bën dobi një ashtu si kurse kur është e shëndosh. Pse? Sepse është smur, e kanë mbuluar, do me thonë pluhni mëkateve, apo e kanë nxirr, si e ka përshkruajtur pejgamberi alayhis salam, se mëkatet e lën ka një pikë të zezë në zemër. Dhe nëse shtohen e nxin, e mbulojnë, andaj edhe nuk depërton tek ajo drita e udhëzimit, drita e ibadeteve, drita e veprave të mira. Pastaj e tregon në formë përmbledhëse shërimin nga kjo smundje, apo nga ngurtësimi i zemrës. Thot, men erade safa e kalbihi, falyu'thirillaha ala shahwatihi. Fjali e shkurt, mirë po me domethënie të madhe. Kush dëshiron pastrimin e zemrës së tij, pastërtinë e zemrës së tij, le të jep përparësi Allahut para epshit të tij. Le të jep përparësi Allahut para epshit të tij. Fjali e shkurt, apo mirë po me domethënie të madhe. Tek besimtari, feja e tij është mbretja, ajo që urdhron, e jo epshi i tij. Epshi i tij nuk mohohet, ekziston. Madje është i dobishëm nëse kanalizohet në halal. Mirë po nuk është mbreti. Nuk është epshi çka thot çat ta bëje besimtari me njëherë. Nuk është kështu të besimtari. Të besimtari numër 1 është Allahu subhanahu wa taala, feja e tij. Kurse epshi është poshtë këtu. Kur e nxit diçka epshi, e shikon atje se a e kënaq mbretin e tij kjo gjë apo jo. Nëse e kënaq, nuk ka problem, ja liron rrugën. Nëse nuk e kënaq, e pengon. Do të thonë, epshi tek ai është në pozitën e shërbëtorit, nuk është në pozitën e udhëhecit dhe të mbretit. Andaj thot Ibn Kaimi rahimahullah, nëse ti dëshiron që të pastrohet zemra jote, kështu vepro. Epshin vendoje në pozitën e shërbyesit, ai i cili ti kryen shërbimet. E mos e vendo në pozitën e mbretit, e udhëhecit, të ati i cili të dirigjon ty, të kallzon se ka të shkojsh, anë gjatë thanë majsht. Mos e vendo epshin në këtë pozit, sepse kjo do të shkaktoj pastaj që të ngurcohet zemra, apo? Dhe e kundërta, nëse nuk është në atë pozit, atëherë do të pastrohet zemra jote me lejen e Allahut subhanahu wa taala.